الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومعلم البشرية nderuar i xhamat, fjala e parë e dersit të parë të masikindijës Ramazani për herë inshallah. Fjala e fundit, Allahu prej neve në veçanti dhe muslimanëve në përgjithësi kabul inshallah e ban. Disa lajmërime modeste që vazhdojnë për tanë Ramazanin do t'i bëjmë më njëherë. Ligjeratat e masikindijës do t'jenë gjata një orë. Nuk do t'ketë mundësi me bë ankesa fare, se në hoxha në majti gatë, më nëzikam nejtë. Dera qelë me hi, edhe për ate që janë shi pa mundë shumë me shku rahat. Pas një problem. Pra dhe njëherë po e përësri se po thamë, ai që s'ka mundësi me abdesin ka problem. Ai që ka me dhimtat problem, ai që ka me kohën problem, qohët prej xhamijës, ngën prej 1 orëve 20 minuta, Allahi Gjelle Gjelaluhu ja pagof 20 minutat, ato 40 minuta shkon e krinë punën e vetë. Adesët do t'jenë Ramazan, tanë Ramazanin, nëse donë Allahu, edhe në ndihmon ne ato fund edhe krijet Ramazanin do t'jenë gjata 1 orë, insha Allahu Ta'ala. Numër 1, numër 2. Ramazani është dimnit. Të gjithë jemi të lirë na dhe çunat. Do të na vinë edhe mysafir me siguri prej fshatrave që janë Ramazan, siç e kanë zakon. Vendi i xhamisë është qelë për ne dhe për ato barabar. Është rregullim i madh që njëri prej neve në formën e hajgarës thot po na ngushtojnë mysafirët e ndigjon ai mysafiri këtë laf. Ai se merr për hoka, ai e ka për detyr me marr për një me. Pra ju lutemi që na jemi në shtëpinë e Allahu Gjelle Gjelalu, mysafirët e tonë kur të vinë janë në shtëpinë e Allahut, ato nuk vinë për çetësen fare. Ato vinë prej dinit, prej Kur'ani Kerimit, prej sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me mësu atë që nuk e din. Ju me siguri do të shkoni mysafir në Ramazan, padyshim. Jeni të mirë se pritun, jeni të mirë pritun edhe të mirë fillt në xhamia të tjera. Edhe është mirë që vizitat t'i bani Ramazan. Është mirë që vizitat t'i shtori Ramazan të farefisit edhe shoqënisë. Është kjo punë shumë në rregull. Me siguri se do të na vinë hoxhallar në Ramazan. Ative ndoshta do t'ja jap mi fjalë. Masi që ndije me bën një ders. Ato të gjithë pa marr parasysh kush vën janë tenan këtë xhami të mirë se ardhur. Pa marr parasysh janë tenat mirë se ardhur. Këto ishin një ditëri fjalë për fillim me një përhajr të muajit Ramazanit neve, pleqve, trive, fëmijëve, grave, vajzave, smudve, të shëndoshve, musafirve, Allahu Gjelle Gjelaluhu inshallah ja vjen me bereqet. I nderuar i xhamat tashti po e lajmërojmë programin. Po e lajmërojmë programin e Ramazanit. Ne inshallah Taala unë kam princip, po flas për veti. Unë kam princip që ate që vendosi me bë para xhamatit në Ramazan ders masikindije, filloj me pregadit para 4 muajve. Si vetë gjithësisht kemi fillu me pregadit programin e Ramazanit derseve pin gusht. Prej muajit gusht, para 20 ditëve kemi kriç çdo gjë. Kamet me u thonë në këtë ders vetëm ajo që bin. Ndodh diçka, duhet me fol për ta pa qetër. Bin një sen që duhet me fol për ta, kemi kusht, me dojë mos me fol për ta. Bin një problem që s'ban pa e cek në këtu, veç ajo ka met pa u pregadit. Kurse para 20 ditëve, ka morë fun. Ajo që kemi vendos me thonë para jush, se nuk ashtë në regull që hoxha ditën e parë të qinijës Ramazan mundohet me bo një sen. Ai nëse nuk ashtë pregadit. Edhe këta, po e rumbullaksoj me një fjallë, o Zot, këta e kemi pregadit për tije. Prej neve pranona, edhe ki xhamat ka ardhur në xhami për fjalën tonë dhe o Zot, edhe xhamatit ja u ban kabul. Programi jonë është Ramazan si vetë komenti Kurani Kerimit. Kemi pregadit për ju 4 sure në Kurani Kerim.
Njënja ka emrin Suratun Nisa, të cilën e kemi lënë për raste qera. Tjetra ka emrin Suratun Nahl, tjetra ka emrin Suratul Qasas, edhe gjuzi 29. Prej këtive 3 vendeve, prej këtive 3 qendrave ku kemi pregadit me muj për mas Ramazanit 1998-99, e kemi zgjell për ju, pra sot do të fillojmë inshallah me komentin e surës An-Nahlu. Ajet pas ajeti inshallahu taala. Do ta bëjmë kështu, në formën e një qeshme të bukur prej të cilës rreth mjolt. Në qeshme prej se cilës rreth mjolt i kulluar i fjalëve të Allahu xhalla xhelaluhu, me pranim, prej fillimit për e pranojmë. Ati ku ne do të qilojmë dhe do t'jemi në ta apo afër të vërtetës, ka dashtë Allahu xhalla xhelaluhu. Ati ku ne do t'jemi larg, ati do t'jen pa aftësitë tona, ati do t'jen prezent pa mundësitë tona, për shkak se ne jemi dvegjel para fjalës Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. I nderuar i xhamat, këtu thojmë së bashku a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, me mua thuni, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Di fjalë për këtë. Pse suratul Fatiha? Ajo e ka emrin suratul Fatiha, është surja e çelësit. Çelët Kurani Kerimi me këta, pra na e çelmi se cëllën surë me këta. O Zot, ndihmo që na t'jemi ati, edhe t'jemi spaku sa ma afër asaj që ti deshte ta prezenton muslimanve në përmet këti kitabi. Para se t'him në ajetet e para, na i gjithmoni kemi disa fjallë. A ato janë, qka do t'folim a thu? Qka do t'keta thu në këtë sure? Normal, se fjalët e shkurta në lidhje me atë se çka do të dëgjohet këtë muaj janë. Allahu xhalla xhelaluhu një, krijesat e ati, në këtë mes vorri xheneti ose xhehenemi i njërit prej neve, e tash këto janë 4 fjalë të cilët kjo sure i spjegon imtësisht. Unë po foli fjalë katuni, i shprish, i nlor, i tir edhe i ndërton. Kështu pra, do të shprishim, do të nlorim, edhe do të tirim inshallahu taala. Ashtë këtë dersi i qenies Ramazanit shumë i këndshëm. Kja është shumë ma i mirë, ma i këndshëm se i gjumos. I gjumos është a i shka është, po gjemoti sa është kështu. Unë kër për ju thëmë gjemotin dërshëm gjumon, bane ju që unë të hi i fundit, unë këtë pasqirë për e lipi atëhere. Bane ju që unë 11 hi i fundit në gjami, kjo është knatësi, kjo është orë mësimi. Kjo nuk ka bereqeti jam tash, as bereqeti juv. Kjo është bereqeti i mujit se na ishmi qito gje dhe par gje. Na ishmi qito par gje të gjumon. Po kjo është bereqeti në të cilin muaj në pohim. Kjo është shumë më i mirë se na. Kjo është muj që s'kalon kadera e qerve. Ki kalon kadera e qitive që janë në gjami këtu. Ki kalon kadera e ative njerëzve që do të kenë pun me komentin e surës. Surja pra, që ka emnin? Surja ka emnin Suratul Nahl, Shqip. Shqip e ka emnin surja e bletës. Çka do me thonë fjala sura? Ashe marrë me prej fjala sur. A sur do me thonë mur. Fjala Shqip sur do me thonë mur. Po jo muri se cili mur, po muri i rumbullakët që ka derë me deportu mrena. Muri i oborit, ose muri i kalas, ose muri i qitetit si muri Istanbulit, e ka dirë me i mrenda në kone caktuar. Pra sura është mur. Çka do me thonë mur tani? Tha mur do me thonë përfshirje e një grupe të ajetit. E kjo sure i përfshin 120 disa ajete. Na kemi dëshirën barabar me ju që këto 30 ditat ne mundsojnë që kësaj sure t'i dalmi të erte ajeti i fundit, po na thojmë prap inshallahu taala. Surja e ka emnin surja e bletës. Pse Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmen këtë insekt? E ka përmen ai këta, se ai përmen të veçli dhe të mdhaj, edhe ai ban çka doje vet. Ai e ka përmen miskonjën në Kurani Kerim, po e ka përmen edhe elefantin. Ka thonë Kurani Kerim suratul Baqara, inna Allaha
wa yadribu Allahu al-amthal, ka thonë unë sjelli shembuj, ka thonë unë sjelli ma ba'udatan fama fawqaha, unë sjelli shembuj, e përmendim iskojnë edhe ma gjallë edhe ma të mloja edhe ma tima. E me këto shembuj shka kemi për qëllim? Me këto shembuj kemi për qëllim që njeriun mos me lan me dal prej binori, me amtek ati ambientin, me i fol ati për vete dhe për ambientin ku jeton, për vete edhe për ate që aj e rrethon. Shkaku i kësaj sure pse ka ardhur në Kur'an prej qielli. Kjo ka kështu emrin. Shkaku pse ka zbrit. I nderuar i xhamat, të ri të nderuar, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur ka nis me thirr me këtë Kur'an Mekka, ai ju tregoi ative se unë jam di gjana krijesore, unë jam qortues, edhe unë jam përgëzues. Pra dove ju tham haptas se me këto vepra në xhehenem keni me hi, dove ju tham haptas me këto vepra në xhennet keni me hi. Kur t'ju thom xhehenem keni me hi, jam qortues, e kur t'ju thom xhennet keni me hi, jam përgëzues. Edhe njënja ka ndodhë në këtë dunjo dhe qetra. Tabbet yada abi lahab wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Dhe Abu Lahebit prej në këtë dunjo i tha Kurani Kerimi, i tha Muhammed Mustafa me Kur'an se në xhehenem ki me hi, në xhehenem ka hi abitis. Po i tha Ibn Mas'udit anta fil janna, i tha Ubejdës anta fil janna, tha ti e në xhennet. I tha Bilalit ti çka po ban? Bilalit muezinit Etiopis, zivit, i tha ti çka po ban? Tha kur gjo? Tha në lanët po t'i një të bën zhurmë në xhennet. Prej këtu po t'i një në lanët zhurmë në lanëve në xhennet, ta çka po ban? Tha asgjë, tha si qerët. Po du me di çka po ban? Tha kur po marr abdes pe i fali direqat, pe përshëndes abdesin me direqat hala pe e fshi, tha atë po e baj. Tha tamam, kështu po. Prej këtu, prej në dunjo, Ebu Bakrit i ka thonë ti në xhennet, Omerit i ka thonë ti në xhennet. Ahlu Badr, njerëzit që liftu në Badr, tha la'alla Allahu kan nadhara ilejhim faqal if'alu ma shi'tum. Tha ndoshta Allahu i ka pat Bedrit edhe ka thonë shti bani shka të dush. Shka të doni bani mo, se për juve se shkrujmë gjuna mo. Prej këtu, jam pra përgëzues edhe jam qortues. Edhe qka jam qëtërsen? Përgëzues edhe qortues, edhe unë jam spjegues detal i gjanave. Unë jam spjegues detal i gjanave. Kështu është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në rregull. E shka spjegues? Tha nëse këtë se bani ju gjon kjo a mos spjegim. Nëse kështu zveproni, ju gjon kjo. Nëse këta e bani u paguni me këta. Nëse këta e bani u denoni me këta. Kjo a mos spjegim. E në këtë kod, në këtë kontekst, erdhë një sure në Kurani Kerim në Mekke zbritur në ajetin numër 1, tha Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanuh, iqtarabat is-saatu wa nshaqqa al-qamar. Tha është da hana dy gjysma. Hana, ajo që na i bjemuin Ramazanit, është da dy gjysma një ditë prej ditëve. Njëna gjysma është largu në anën qëtër, gjysma në anën qëtër. Kështu tha Allahu në Kurani Kerim. Wa nshaqqa iqtarabat is-sa'a, tha erdhi u afru dita e gjykimit edhe është dahona në dy gjysma. Shenjë se dita e kiametit është ngat, shenjë shumë i dukshëm. Mirë. Kur zbriti kja jet me kelit, njerëzit e Mekkës janë rudh ju të ri të dashur. Janë rudh, ato kanë hinë skutaq. A skutaq, skut të ne i thojnë mas shpije. A skutaq në gjuhën shqipe a mshallaki. Mshallaki që e lidhin gratë. Ato kanë hinë skutaq. Se tha Allahu Muhammedit në Kuranin e vetë, dita e kiametit afër. E gjithë ditën e gjithë natën e pritshin kur t'ju plase mbi kokë. E pritë një kohë, s'plasi gjo. Atëhere u lirun ato. Dullën e i thanë nu dhe për nga meri tonë, a.s. Ja Muhammed, el wa'd alladhi wa'adtana bihi la yahduth, wa lan yahduth. Tha ajo që nga thava i kiamet jotë s'po bo, tha. Nuk po bo, ti thave nga ta ma që s'po ndodh. Pra, ti po natë, më dëgjoni mirë, tha, ti po natut neve me disa gjona, veç na të besojmë tije, a ato gjona që me to për natut nuk po ndodhin. I nderuar i gjamiës tonë. Kjo filozofia
Kush ka dek e kush ka ardhë mas i ka dek me kalzu s'qen ka s'na qen ka here kjo. Pin 1945. Kjo si des ku dush qëm kjo s'na qen ka here, kjo ashe vjetër. Kjo ashe moqme. Këto ton tash në kohën e fundit e kanë pasëri për 3 ata. Se kjo e moqme. Tha ja Muhammed. Thave ti se dita a i kiamet i jot nga ta po. E kua? S'më ndodh. Ti na thave neve se keni me dal me një vend e kanë me u mod punt. E kur mo? Hëde, benajde, s'po ndodh. Allahu Gjelle Gjelaluhu mas kësaj ngjarje, mas kësaj bisede që u zhvillun Mekka, e qoj Gjibrilin në tokë, edhe i tha Rasulullah a.s. E tash po filloj me ajetin e partë punës tonë. Tha, shiqoni mirë, ndëgjoni me vëmendje, se gjanat të cilat i ka caktuar Allahu me ndodhë në datën e caktuar, ato nuk afrohen pse keni qef ju mu afru. Edhe ato që i kanë me u bon kohën e caktuar, nuk largohen me lutje. O Zot, bane pra ditën e kiametit, se këto s'po besojnë, ajo prap s'bot, kejt më s'besojnë, se ajo e ka datën e datën e caktuar të Allahu kur bot. Unë po e afrojsh një shembujt se ki shembull a larg, po e afrojsh shembujt ma të afër në xhamotit. Janë disa gjana i nderuar i xhamot nuk pranojnë, me lutjen tonë dhe nuk lëvizin ato. Po as me dëshprimin tanë nuk lëvizin, ma tani as ma tek ne. Ja për shembull. Dëshprohesh ti atë shumë se s'ke pare, buke, drue, kete atë, prap bebor Dimetre. Nuk thot atje me një vend ku marot bora të më falni thjesht, për e tham, këti që s'ka drue dhe s'ka pare dhe ka nejt në rihje gjithverën, 10 santin linja. A këti që ka drua dhe ka male, buke, mishe, gull, këti qonja 3 metre në borë. Kësi muhabete nuk egzistojnë fare. As që ka mundësi ti me lutje, me ngrejt dur të mi thonë, o Zot, verën po e du në vaktin e dimnit, e dimnit po e du në vaktin e verës. E hanë pazari këtë lutje? Jo kjo a ndodhë pëse lutësht ti? Jo kjo s'ndodhë. Kështu pra dite a kiametit. Ajo as ma tekne pëse ki qefti, as ma ndej pëse ki qefti për shkak se këto janë caktime të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. A ban ti mi ngrejt durët me thonë, tu me ndu ti se doaja i përfshin këtë punt me thonë, o Zot, unë kam met 1 metre e 51 centimetr, si jam i knaqëm ka po hecin me zine njerëzve do të mdoj unë një kaqore si pipa ti. A ban edhe 27-8 centimetr pak me mëzgat ti muë? Këtë lutja, a shkon kjo? Jo, kjo nuk shkon, qaq, akri me tije. Sa vjeti ki, 55, akri me tije, mos kemi një që dikush, mas i ka bo 55 vet edhe 25 cm ashri. Tama. Benajat ditën e kiametit, ku e ki o Muhammed, hajde ta shofmi, atë që përna tut me te. Allahu e qoj Gjibrilin, tha Bismillahirrahmanirrahim. Ata emrullah. Tha, ka ardhë ditë e gjikimit. Ata emrullah, ka ardha dita e gjikimit. E po kua? Ashtë në Kurani Kerim, ashtë spjegimi asaj qartë në Kurani Kerim se ajo ka ardhë. Tha ja Muhammed, në të thojmë në Kurani Kerim thuju, se ajo ardhë, urdhë Allahut ardhë, kur ardhë ti, kur ardhë Kurani Kerimi, kur zbriti Gjibrili, edhe kur unala i mon mës me zbrit. Ska Gjibrili mon tokë, ska ardhë mas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Ska ardhë mon tokë as një herë. Ani se do e pritin Gjibraili kish një kish dalë. Ato e kanë Gjibrailin shka e vbe letrat për postës. Me këtë ndërprerje, me këtë liber, me këtë kitab, me këtë vahi, ardha dita e kiametit. Ash ngatë. Tash disa shemboj të ndëgjuar në gjamien tonë, se a ka ardha, s'ka ardha. Tha sinfani, kur bot, kur kris, kur plas ajo. Tha sinfani, min ummeti lem arahuma ba'd. Tha di grupe njerëz kur t'i shifni për rrugë të hec, unë s'po i shotash, atëherë bot. Kush janë ja Rasulallah? Tha rijalun, nisaun, kasijetun, arijat. Grad, dveshuna, zhveshuna. Për ullë kur t'i shifsh qatë herë. Dveshuna, zhveshuna kur t'i shifsh për ullë. Ma i let, mu mi let, këputën midis kur t'hecit. Tha atëherë bot dita kiametit. Tha wa rijalun, alejhim sijatun, ka adhnabil bakar, jadribuna biha nas. Tha dhe një grup burra, ka një bisht lope e kanë kuki rej njerëzit me ta.
Tha edhe ato kur ti shifnin rrugë, tha këto në kohën teme s'janë, se s'mundën këto me qenë kohën e pejgamberit alayhis salam. Ati ku ka mirësi, ati ku ka drejtësi, ati ku ka njerëzi, ati ku ka vllaznillëk, ati ku ka respekt, këto me bisht lopën kuk nuk duhen ati. Ati ku njerëzit e njohin hakin e vet. Ati ku njerëzit e din ku mbaron haki huje dhe ku fillon i veti, ati s'duhen këto. A kjo është shoqëria islame. Pra shoqërisë islame këto si duhen. Mu për këta s'pat në kohën e pejgamberit kësi. E kur është bon shoqëria që dërsen shti ka një për një. Të nderuar, sa kur ta zgjedhni të parin e juve që nuk e meriton, dita kiametit bëhet a dit, idha wusida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Tha kur t'ja lon përgjegjësinë atij që s'meriton me imet, përgjegjësia e muslimanëve pritni ditën e kiametit se atje keni. Po mbledhin me zgjedh të parin e katunit, hala asnjëherë s'po ndëgjojmë se njoni po thot, jo, unë se meritoj këta, jo, a jeni në men, ku muj unë me qeni pari katunit. Hala se më dëgjum atë hoxën të thonë, jo, unë nuk muj me bo këtë punë, kjo a puneron, me dhonë fetfaja mesele, ashtë punë e madhe shumë, po punon me ardhë, me u bo ati, me bo dishka, me bo me ardhë, mu bo unë e dishka. Tha, ditën e kiametit e keni në prakë, mos u bani me rakeq. Qetri po donë mu bo deputet, ashtu qish po donë mu bo deputet, po botë, për një me po botë. E meriton ase meriton, kush e di, Allahu e din, edhe njerëzit ndoshta e din deri me një vend dikon, ama ai po botë, ati s'pi intereson fare është për të bo asash, ai po botë, tha Rasulullah s.a.s. Idha wusida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a, kur të vendosën njerëzit në përvende që si meritojnë ato, ditën e gjykimit e keni në prag. Po ku me i gjetë ato shka i meritojnë? Ashtë një element i nderuar i xhamot, ashtë një element duhet moralizuaj, i gjon, duhet moralizu. Ai element është ki. Unë duhet me thonë se meritoj këta, unë s'jam për këtu. Që u kri, këtë të në gjinë në ato shka duhet. Tha unë se meritoj këta, kështu duhesh me thonë, s'jam unë e për këtu. Edhe bëhat puna. Eta emrullah, tha erdhe dita kiamet. Ja, këto njerëzit me bishlope i ke nudhe. Ato gratë i ke nudhe. Atë qetrin atë përgjegjësive e ke në karrik. Të gjithat i ke parasysh. E lloj elementi, tha kur ta lindë nona zotnien. Po këto i kemi spjeguar, veç po i rikthej se imi tu hin dersin e parë. Prej çdo fjale sot rrjedh dersën Ramazan tanena. I ke, pra e ke ditën e kiametit. Tha jam i qumë si këto digishta. Ki i modhi, jam unë, ki i vogla dita kiametit, e jemi nga. Eta amrullah, po ju tha Allahu njerëzis, teri ditën e kiametit, fela të sta'gjilu, tha mësu gutni. Mësu gutni me lip, be ma sot, se kjo sa është ide e mirë, se ka përzirje. Nëse kërkoj njerëzit në të bëhet sot se unë po kam qef, i thojmë në shariat, spjegus të shariatit, kjo ka përzirje. Atëherë shumë apetite duhet më realizu. Njoni pre apetiteve këtët, o zot, filonin thinë, ani se i ka 18 vetë, po du me flok të bardha. Që njoni thot kështu, po du filonin me pa me flok të bardha, ani 18 vetë zves une. Po du me pa, kur dale a i sa bale? Flok bardha, në vetë thot, po du flok zi. Edhe asaj du të me aplesu dëshiren. Ki ngrati, në mes anë mikut që ka qef me qenë flok bardh, edhe në mes nanës që ka me qenë flok zi, po pysim pra me qenë se realizohen dëshirat e njerëzve, ki që ka halët ki? Ki duhet me qenë pra një sekund i bardh, një sekund i zi, një sekund i bardh, një sekund i zi, i bardh i zi, i bardh i zi, i bardh i zi. Qka u bo? Njoni thot, o zot filonit merja shpirtin, në në vetë thot, o zot jepi jetën, praj, i gjalli vdekun, i gjalli vdekun, i gjalli vdekun. Apo baj ka moralizu dëshirat e njerëzve, jo, sa në regull, tha Allahu Gjelle Gjelalu, jo, tha, për ata, po thëmë Kurani Kerim, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun, tha, unë s'pyt në qka bëjnë, u pyt në ju për punë të juve. Allahu nuk pytët, edhe është shumë mirë që nuk pytët. Pra nuk pytët aj, kur e ban ditën e gjikimit, pa aje din kur e ban e ka caktu. Për neve qka, tha, fela të sta'gjilu, tha, mësë gutni se vjen. Nëse mami men prej derseve të gjumos, kemi thonë, qka është largë edhe qka është ngatë, në këtë dunjo, digjone e në, largë edhe nga. Kusha është largë? Largë në dunjo është vetëm një gjo, ajo që s'ndodhë kur, a nga ta është kejt ajo shka ndodhë.
Ajo që ka ndodha nga larga vetëm një gjë, ajo që s'ndodh kur. Për shembull, largash me i pas Allahu shoq edhe ortak me pas, se kjo kur s'ndodh, për çata larg. Kjo s'ndodh asnjëherë me pas Allahu shoq. Largash me pas Allahu djal hasha lillah. Kjo s'ndodh kur, se kur s'ndodh ai me pas fëmijë. Kjo s'ndodh asnjëherë. Po ndodh dita e Kiametit edhe ata ngat, afër. Tash afëra. Po na nuk jemi si krishterët, për shembull, krishterët, se patën thonë ato ndihmien, po bitisët. Tonë ja patën vargit, rinia, xhamati hoxhës, kam një pitonje. Shka do të dale, inshallah? Anime me dimien pësos ata? Në radio, në televizor, pyetje, tapta, ndimien, anime po bitisët ata? Kishtë thonë si kënë bosi, kishtë thonë a i fa greko, a i qetri se po bitiske? Nostradamusi ka thonë ndimien, po merë fun. Ta shti kejtë shenjat janë se s'ka lidhje kjo me këta, koreanët dullën të parët tash momentalisht para një mujt me deklaratat e veta, se ato pas kanë zbulu një gjo, ato kastravetset e vogli agje, kishin zbulu se jo, kjo gabim, ndimi e 97. Edhe 98 vjetë, edhe 99 vjetë, pu banke. Kështu pra, se i cilin këtë dunjo po do me dalë dikushi me boni dishka. E ku po përzin, a gje ku s'kan pun, a gje ku faktikisht për një me nuk e din. Allahu Gjelle Gjelalu tha jo, wa ma amru s-saati illa kalamhin bil basar, tha dita e Kiametit ashtë si mbyllja e sinit. Ajo pra nuk i ka ato paralajmërimet ju që shi paramendoni, ajo i ka paralajmërimet e veta që shi ka spjegu Zoti dhe pejgamberi. Tha e sa ndodh shpejt, ajo tha wa ma amru s-saati illa kalamhin bil basar, tha me mbylljen e sinit ta shumë ngusht e lidh me, ajo bëhet më shpejt. Ajo bëhet më shpejt. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. O Zot, ti je i ngritur. Edhe na dallohemi me këtë tesbih prej ative që të bojnë ortak ti e që të njofin ma shumë se nja. Na dallohemi, na s'jemi si ato. Na thojmë kështu, e besojmë Allahun edhe kaderin e ti. O Zot, ti kur dush bane, na jemi gati. Kështu jemi muslimanët. Nuk jemi si qertë. Ato ketë që ato shka kanë thonë dimien, kanë thonë për diçka. Këto qertë që janë tut prej asaj ju dhimët zhvillimi, se kanë njësë me zhvillu sefte, i kanë pa mantijat me kosterisht, i kanë hongër sade, jo, ndimi në 97-ën ta provojme edhe pak. Këto janë gjonat kota, na muslimanët jemi shumë qetë, na jemi shumë të rahatshëm, na jemi shumë dukshëm, na thojmë kështu. Ate që na ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu me thonë, ju nëzzilu l-melaikete bir ruh, tha Allahu i qaju në melaiket me vahi. Ruhu huna el vahi. I qoj melaiket me vahi, e qoj Gjibrilin me vahi. A fjala vahi do me thonë, fjala ruh do me thonë vahi. A në kod fjala ruh do me thonë shpirt, fjala shpirt do me thonë jet. Pra e qoj melaiket me jet. E qka u bo vahi me jet, e qka ka lidhje? E thonë jeta qka hec mina për toka, në qëtër sen. Po vahi është jeta e shpirtit. Vahi i ngjall zemrat. A kurse kjo jeta qëtër muë, shpirtin edhe ate që ha unë në fush edhe ti, ajo bëhat atje, kurse kjo manever është qëtër, me vahi ngjallën, jetojnë shpirtat, me vahi jetojnë zemrat. Zemrat pa vahi janë zemrat mbylluna. Zemrat pa vahi janë zemrat të humbura. Kulubuna gulf janë zemrat të mbyllë, wa ala kulubin aqfaluha janë zemra me dri, janë zemra me kurse ato të vahit janë zemrat hapuna, janë zemrat qeluna. Tha ju nëzzilu l-melaikata bir ruhi min amri, normal me emrin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ala men njëshau min ibadi, kujt dojë për njerëzve. E zgedh Muhammedin pejgamber, na muslimanimi, na thojmë ala vësala, thojmë mirë se artë. Kurse tjerve ju ka hidh uji, nërkam ju kanë mush qizmët me uj dove. Kanë qenë muslimane nipa hoxhe, gjem hoxhallarve, e stër nipa muftive, e të rejisa ulemave, e qmos, tashti ju ka hi ujnë kundër. Ju kanë lagë qerapt. Le që ju kanë lagë qerapt, po, temperatura 20, nër zerë ju kanë ngri kom kundër të vetë. O, Muhammedi, aj, i Arabve, aj pengameri a gje, ku kemi na pengamerin tonë këto? Po e lipin ka një pengamer për shpi, po kujtojnë se ato janë këngëtar. Ka di për shpi, ka 3. Ato si janë këngëtar, vllaznit Qamili, vllaznit Selimi, vllaznit Beqiri, vllaznit... sa kështu puna. Ko e kemi na pengamerin tonë.
A i qetri u quë ngrejti zonin edhe ma egrë, tha. E kemi, tha. Pejgamberi jon Skënderbeu. A i qetri e pru dhe maknena e pruni, tha. Ibrahim Rugova. Tha kja pejgamberi jon. Unë u qudita, unë u abita me këto njërës. Njone e ngrejti dorën me i tupim, tha. Pejgamberi jon, tha Ibrahim Rugova, tha. Shka po do ti? Pjative Ibrahima vegje. A Ibrahimi shka ish Kur'an, ato Ibrahima të Arab vegje. Ki Ibrahimi jon, kja pejgamberi jon. A një anglez, unë jarrova emnin, një anglez tha me një intervist që dha, ishte deputet parlamenti, tha, kur u pytaj, a vendosen këto probleme dhe njëherë në vot? Kështu u pyt, a vendosen dhe njëherë këto probleme në vot? Tha po aj, vetëm me një rast tha vendosen. Kur? Tha me unë gjallë Mohamedi, tha i vendos ato sa pijet një kafe. Problemet morale, problemet ekonomike, problemet ndërshtetnore, problemet ndërnjerëzore, problemet kombëtare, problemet fetare, të gjitha problemet, tha, veç Muhamedi me unë gjallë prej vorri, tha, sa pije. Po prit me i vendos problemet a i shka i nisa. Unë po të pisë kështu pra, apo prit me i hek therrat nudha, a i shka qet therra nudha. Jo, a i shka qet nudha, a i di me qit therra nudha. A kush i vendos, kush di me hek therra nudha. E na jemi ato të përbetuar që Allahu na ka dërgu me hek thera për juve. Muhammed a.s. ishte ai që heki thera për juve. Zati ai tha me një hadith, el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. Imani jone a 70 disa deg. Tha në krije rrin la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Në fund tha rrin me hek një therë për juve. Në fund rrin me hek një therë për juve. Ajo mbi 70 agje. Ne jemi me hek therë. Tja po prit me vendos Clintoni probleme ta. A i shka në gjallë probleme, a i mi vendos probleme ta. Jo, a i nuk vendos probleme, a i në gjallë, a i shkakton probleme. Edhe talebët e ati në përbot shkaktojnë probleme. Talebët në zonësat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam janë krejtësisht qerë. Ato hekin thera për ju dhe nuk qesin thera për ju dhe ati. Muslimanve nuk javzen u dhe në njëri, a interesant shumë. Muslimanve nuk javzen u dhe në njëri shka 12.000 km largë shë ka shpijen. Kur? Edhe, a di pse? Pse kujshia muslimonit si janë zë udhën. A i që e ka nduvar si janë zë udhën. Në Medine e ka pas joni emrin Khalid ibn Zaid. E ka qitë shpijen me shit, o burra të ndershëm, o ju musliman të këti islamit madh. A i qitë shpijen me shit. Arnjoni me ble. Tha sa po i kërkon shpijës, tha 400.000 dirhem, tha shpija jeme. Tha 400.000 dirhem pari ative. Tha po 400.000 dirhem, tha shumë, tha asli shpijë, sa shit me dine 400 dirhem, tha 400.000 dirhem e para shpije jotja. Edhe thaj, e ku po din ti tha me shku, për kejt shpijat ka 200.000, ti në 400.000 më njëherë. Tha edhe unë e di, si jam të ta shit shpijen 400.000, tha. Shpijen 200.000 dirhem po ta shes, tha. Po ta shes, tha, kujshien 200.000. Kujshien tem që e ka shpijen nga të muë, 200.000 për ata po dush me mi dhonë. Tha, pse u kujshien tanë, si jam të blish, pse kujshien tanë? A, tha, po me ka ki me jetu kur të vish këtu. Qfar kujshie të dukum edhe musliman, edhe qfar vale të njerëzive e mbulojnë ata, sa ki me qeni knaqër këtu, tha, 200.000 dirhem dush me pagujt. Se ti se di qfar kujshie ki me pas. Sa ki me qenë me ta i knaqër. A i tha, maj 400.000 dirhem. Kështu i tha, maj 400.000 dirhem. Edhe kujshien maje, edhe shpien maje. Tha, maj 400.000 dirhem. Me hajri shpia, tha, me hajri kujshia. Unë po du tash që ti me atë kujshi ta vazhdojsh, apo të mzeri me 400.000 dirhem prej problemit ekonomik që e kije. Këto imi na, a da i zonë udhën neve në Anglia gjato? A i kujshia jonës në i zë udhën, jo se a i në Angli. Ama që ative javzen udhën a i në Bagdad, javzen udhën a i në skajt dunjos, javzen udhën a i në nërtuk, javzen udhën a i përmituk, ngusht, qka me po? Prej Amerike deri në Irak janë hu 15.000 kilometra, pa qëtër me boti shka se ngusht. 15.000 kilometra, 20.000 kilometra, duhet me boti shka. Allahu në Kurani Kerim tha, e ta amrullah, ka ardhë emri Allahu gjellë gjelalu, mësë ngushtoni, asë mësë lipni, asë mësë gutni, asë mësë mërzitni fare, se këto janë fillimi i zgjidhjeve të problemeve, insha Allahu ta'ala. Ska më mërzit? Ju nëzullu l'melaike të birruh, ka dhahi.
Vjen Allahu me urdhën e vet, vjen me lajket me urdhën e Allahut, i bin ndalimin edhe urdhënimin, i bin urdhnat edhe ndalimet. Ala men yasha'u min ibadihi. Sa do ta besoni, do ta lini mas shpine, do t'ju preke vahje, do të pranoni, nuk do të pranoni. Kanë pyet njerëzit hoxhën, ka thonë hoxha, masi kjo feja jon në rregull. Kështu po, masi kjo feja jon në rregull. Edhe vetëm kjo në rregull, e vërteta vetëm kjo është në rregull. Pse Allahu pra si ka fal këtë insan musliman? Pse s'janë këtë musliman? Shumë krenat pa numër ta i mundon ki problem. Pse si ka fal Zoti këtë musliman? E ndëgjo pra. Për me marrë zgjidhjen e kësaj pyetje si përgjigje të plot me vete për gjithmonë mo, dush me hap vesh vetëm 1 minutë. Me pas qenë këtë musliman, këto shka s'janë musliman shti, atëherë kishin be thonë, po, musliman po, masi me zorë. Po qel ma derën këshira arri musliman. S'ri këtu. Qel ma derën këshira arri. Kështu kishin me lip, këto shka s'janë tash musliman. Këtë fjalë kishin me folu le mave të vetë, të gjallavë vetë. Po i si të mbajsh me zorë nga ardhaj, po musliman, ama gjoma një qëtër udhë këshira arri këtu asri. Pra është liri e plotë. Është liri absolute, është liri totale. Kurani Kerimi është fener i varrën në treg, kush doje me nejtë në dritë. Ala men yasha'u min ibadihi, fa kam zbrit për ata që dojnë me zgjell këtë fe. Për ata që kanë dëshirë me kalu vetën edhe me i kalu qerët nga rruga e ngusht e vorrit edhe siratet e qerët rrugë të kësaj bote. Por ndryshe s'ka dhunë. S'ka dhunë, ato që janë musliman janë me dëshirën e vetë, ata që s'janë musliman janë me dëshirën e vetë. Prej kësaj çka rrjedh? Kështu duhet me na kuptu, ndoshta eventualisht këtë kasetën e këtij dersi e ndëgjojmë me qindra mia njerëz musliman edhe jo musliman, pra me vak duhet me na kuptu kështu. Ai prifti ortodoks, ai prifti katolik, ai Buda, ai prifti i dëshmitarëve të Jehovës, ka drejta me arte ura në Slupçan. Ka të drejt, kështu duni me besu, se ka të drejt me arte ura në Slupçan edhe me thonë Slupçan alive kejve me ren, hajde kalonin fen tonë se ma me regull e kemi. Ka të drejt, besoni se ka të drejt. Po ka të drejt edhe hoxha jot me dal në Urdgurit. Ka të drejt me dal në Urdgurit, sigur shka ka dal të guri i katedralës Kellnit, edhe ju ka vikat Gjermanve, njëherë një mërt vetë, ju ka vikat Gjermanve, hajde urdhënoni kejt, bite, come zi hia. Edhe nalën me qindra Gjerman, me ndëgju shka po flet ki njeri, cili faktikisht është Gjerman, po i thirë kejt kusht ka përceje në hohe shtrase, në Kelln po i thirë në Islam. Po dhe ai krishterve dhe ai në të qetrin murat, dhe ai po i thirë kejt krishterizëm. Pazar, s'ka problem hiq në të vinë të ura në Slupçan në të thirin. Këtu sa është problemi? E kua pra problemi? Problemi është se plot njerëz prej padijës mendojnë se e kanë me ven. Valla, të më falni. Valla be, mirë folke. Edhe interesant. Po, këshire ma, po dhe e ban fe, s'ka problemi, po edhe ai spjegon, ka një shkati. Këtu e problemi, jo problemi se njoni thiri. Unë kur se kam folë këtë fjallë ka drejta dikush me artë e ura, sot sefte. Ama ju musu habitni, se ato s'kan artë e ura me thera, ato kanë hinë sop. Kanë hinë sop, në përmet ati asaj nusës. Gjumona spjegum nusën ajo. Kush ka qenë dërës gjumona, shka tha mverra, shka tha për nusën. Tha kam një nusën 7 gu me 1 gua, tha kështu ajo. E televizori nusën me sa guash, a 180 gu me 1 gu i ka. Nuse të dera në kretë sobës e palume, tu të bëbë hizmet, bjen uj, bjen shka mos ajo. A shë shejt, më revesh sa e shejt gjithë ditën e gjithë notën goja si nalë. Qa e shejt, vesh lafja asaj shkon, vesh lafja asaj shitët. Ato janë mrena, ato thërë në krishterizme, ato thërë në te, veç nam do këtë jemi jashtë. Qërë janë këtë mrena, veç na jemi jashtë. Neve për në thojnë kështu, të ndëruar, neve për në thojnë kështu. Si dush me folë në televizi, dush me i dhonë 2.000 mark, dush me i dhonë 3.000 mark, dush me i dhonë 4.000 mark. Pa i hitës ka problem, po nësë po i kemi. Këto a problemi. Edhe këtë fjallë dhe të nxojnë ndoshta njerëz të medijumeve tërë.
A i na po japmi për fjallën e Allahut, jo 2.000, na po japmi 4.000, po nas po i kemi ato. Leqis po i kemi, po nas po i kemi ku me i lip, nas po kemi ku i me i thonë në një moni. A qka do me thonë gjëmotin dershëm, qka do me thonë fjale a spjeguar sot edhe që do spjegohet një muj, në mramje, fmit, cult, fmit e voglit, mdojt, trit, grat, pleqt, plakat, kejt ullën para televizorit, edhe në dëgjojnë fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, ta shti këtu ka nërë 300 veta pa 400, a gje 500.000 njerëz në dëgjojnë më njëherë, qka kjo? Kështu kur ti thuish gjemotit se kështu po duhen 1.500 marka 2.000, a i duhet pijamie me ilon të direkti ati 5.000 marka dhe me shku të të gjo, si më zdale në aksham të rëtë me ti kam më abet. Kështu e ka kjo, fejnë tonë, apo do me rrit, apo do me vërtetu se je ma i vërteti, dush me dal në shash me të pa se je ma i vërteti. Dush me dal me të pa. Nuk ka feja jo në gjemot feja bastonit, o të ndëruar. Nuk është feja baston gjive. Kjo feja e trektarve. Është feja e trektarve, feja e pasanikëve. Tha, o zot po të luti me më dhonë ndërë. Pa nga Marion, tha, o zot po të luti me më dhonë mirësi. O zot po të lutem për shëndetin. O zot po të lutem për pasuni. Po të lutem, wal ghina, as'aluka al-afafa wal huda wal ghina. Po të luti për pasuni. A qëto njerëz, qëto njerëz, që këtë shka se kuptojnë, e kuptojnë rahat investimin, e koncertit se zban pataj, duhet mu investu, duhet mu realizu, a i fa, shka anisa jo duhet mu realizu. Këto kanë intermezzo, këto s'kanë ders, këto kanë intermezzo, këto kanë mes. Innehu la ilaha illa ana. An anziru an la ilaha illa ana fattakun. Fa Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuhu. O ju pejgambertemi, prej Ademit e deri te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe ju me lajket që i krini punën e postjerit në lidhje me zbritjen e vahjit, një rol duhet ta luni kejt. Kejt e keni një qëllim. Anziru an la ilaha illa ant. Tha në formën e qërtimit folni me Zot lart thuni, s'ka Zot tjetër veç Allahu Jalla Jalaluhu. Thuni ju. Thuni ju me Zot haptas, s'ka Zot tjetër veç Allahu Jalla Jalaluhu. E pse këtu haptas? Haptas se ju që i thoni Allahu është një, s'ka Zot tjetër, ju posedoni 1000 argumente për çdo gjë, 1001 argument se Allahu është një. Për ata thuni ju Allahu është një, se kur s'ka me dalë ndryshe. E po hoxha tash ti do të më falësh prap, po dojmë me të vetë diçka. Ha? Po mirë be këto, çka po bojnë këto 2 miliard, 3 miliard tanena, këto as pe din këtë punë. Shkollum sa të dush, të mësum sa të dush, të arsimum sa të dush, shkencëtare shkencë sa të dush, Universiteti i Cambridge-it, Universiteti i Oxfordit, Universiteti i Wisconsit, Universiteti i Berlinit, Universiteti su Köln, Universitete e studime e shkencë e satelit e balonit Concorde Anie, është këto interesant. Në Turfuki, Kuprala, Gredeli, Rejt, Gredelit, Bliga, Rota, Shina, Tabani, në këtë qështu ato Fantomi, 16, 19, Migin, Zdenja, bombarderi, raketa, Clintoni, Bagdadi, qka mos ato në këtë që të shka i cekëm, e në regull ato jo në regull. Qka ashtu i munu që ki problemi madh njerëzit? Pa i në besim në regull, ato në pun në regull, në gjumë pa regull, ato në smen në regull, a se ki qarshtja? Në sahatin e besimit, në regull, ato jo në regull, në sahatin e punës, a në qëtër sahat, apo, në sahatin e punës, ato në regull, në jo në regull, kush punon, e ka bishtin e teslicës më të mirë, kush e ka dhenë më mirë, a i që si din këto punë, shkon e pratë një shkoze dhe jashti, bishtit teslicës qashtu, të në edhe një dru qëtër të vogël piketon me të qame e me guri. E ujdis, kur të ngull shajken, të më falni, a i të ngull shajken, e ha një teslicë për kryen e vetë. E ha se i del teslica pi bishtit ati, i del teslica pi bishtit, e ha për bali a i teslicën. E të më falni pra, kush i ka këtë faja, ta faja këtia, ki muslimonit i ka thonë, islami këti i ka thonë, ti këshire mërej, ti pak e shumë, se ti dush me i ra vetë vetës në balë me teslicë. Jo, kësi feja në askemi, feja jo në ndrishe. Feja jo në pra, është kështu, me këtë besim në veprim duhet jemi ku janë ato, edhe disa hapa mandi. Kja feja jo.
E kush na ka faj? Në ka faj neve, që kjo shka na jemi qështu. E disa kemi heste para. E dini sa kemi heste para, jo pse jemi musliman, pse si jemi musliman. Gulen për dimën, e ka prej njoni baba plak para 40 vetëve, e ka tha për mishpëret. Edhe ki i sotit për e blene, për e pret, për e thamë për mishpëret. Halas kam su modernisen qëtër me bo me ta. Rip e gjetëm, rip për e lau. Rip e gjetëm, rip për e lau. Mu kështu, kur gjoni që të sen, kur gjoni që të sen. E asban paka, ju më smendoni se unë për një mej, kam mend të ajfaripi, po unë sjeli shembuj katuni, unë sjeli shembuj të përdorës, të dorës edhe të përditshëm. Mu kështu. O i dashur, livret pak. Vesh një punë mos e ban të lutem, mos merr lakmi atje, se besimi ative si ka quku janë, po lënja e besimit i kam riku janë. Lënja e besimit i kam riku janë. Këtë këto fjallë sot që mi foli janë bazat e derseve që ka kanë me adhë Ramazan. Kisa dersi sotit. Këto janë kranat e derseve që vinë një muj. Nikola Koperniku, edhe nxënësat e ti, edhe mësusët e ti, si Galileo dhe qert, janë hudhë në zarmë, pse kanë thonë shka thojmë sot në xhami këtu. Janë gjegë, pse thojnë ato në shka thojmë xhami. Ai që tha gjaki hes në likur mrena e gjegën krishterët, prifta të qitën zarmë ata. E varën me tërkuzën e zarmin për i funit. Pse? Tha ki budalla, kështu thamë priftat, ki budalla. Gjaki në likur po hecke. Ki po donë neve thanë me na i prish tertipin e krishterizmit prej të Isa e të knera deri në fund me një laf ki iblisi në shkollën e shejtanit ka mësua gje në Spojnë, në Madrid dhe në Kordove dhe në Toledo prej ulemave të islamit pas ka mësu ki a gje se gjaku në likur hec edhe bile ashin zet e këta du të me varë më kanë varë a i tha pak pa e qitë në zarmë hajde, thuj, qka keme thonë me smrami? Tha po thomë se gjako në likurën e njëri ju të hec. Tha po varësht, po digjesh. Tha, aj gjako a pe hec. Mos i të varë në une, aja pe hec. Qetërin thanë, thuj, me smrami, qka po do se po thu toka po selët? Tha, aja selët. Tha, po djegmi, tha, aja pe selët. Mos i djegë në une, a pe selët. Ato e spjegun fejnë tonë në Paris, edhe në Francë, edhe në Berlin, edhe në Ahen, edhe në Heidelberg, edhe në Londër, edhe në Amsterdam, edhe në Rotterdam. E spjegun fejnë tonë, se mësun prej neve në Spanjë, në qytetet e Spanjës, 863 musliman. Për ate ato të mëdhajt e ative sot thojnë, muslimanve javë kemi borgjë, këtë dituri që e kemi. Ato thojnë, këtë dituri që e posedojmë sot, këtë përparim, muslimanve borgjë javë kemi. Ato na kanë mësu neve. Ato thojnë kështu, a këto tonë thojnë du të me elonë, këta me shkuta ato. Du të me elonë, këta me kri me shkuta ato. Pra është një paradoks i cili duhet sa ma shpejt të vendosët, se na jemi qështu që jemi, pse si jemi fetar të mirë, a ato janë qështu se janë veprimtar pa fejën e mirë. Kjo është sjarimi shumë i shkurt, na nesër insha Allahu Teala me ajetin numër 3, do të vazhdojmë surën Nahl, tashti unë thashtë dertët e tona në këtë Ramazan, do të zgjasin një orë, ajo u plotësu sot terin këtë vakt pra, edhe ndoshta qera dita, kur të bëhen 10 ditë edhe pak, 2-3 minuta ma gjatë, ama fillimi nuk është bashilet. E lusim Allahun xhelle xhelalu që në këtë dersën e parë të kësaj dite të madhe të këtij muji sot mos keni qenë të mërzitur nga dersi jon, ne lusim Allahun xhelle xhelalu që na të jemi kështu të jemi të mëshirshëm ndaj juve, edhe mos ju randojmë me ders aq sa ju mundon kama e gjaku, se gjaku hes në likur. Çunu pra, shkoni të shtëpia, hes edhe më mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.